Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Të gjithë hani hudhra, por askush nuk e di se çfarë i ndodh zemrës tuaj. Një nga aleatët më të fuqishëm të shëndetit tuaj sigurisht që është një hudhër dhe konsumi i saj në stomakun bosh bën mrekulli që nuk mund ta imagjinoni. Hudhra është një antibiotik i fuqishëm dhe gjithashtu një antioksidues, kështu që e mbron stomakun tuaj nga infeksioni dhe sëmundja. Gjëja më e mirë është se ju mund ta merrni atë një herë në ditë dhe nuk ka asnjë efekt ansor, siç është rasti me barna të ndryshme. Gjithashtu, infeksionet e çdo lloji munden që të parandalohen dhe të shërohen me një thelpi hudhër të bardhë. Ata që vuajnë nga artriti munden të kenë përfitime tepër të jashtëzakonshme nga hudhra. Duke ngrënë një hudhër të bardhë me stomakun bosh, mundet gjithashtu që të parandalojë infeksione të ndryshme dhe njëkohësisht të luftojë simptomat e artritit, por edhe dhimbjet e lidhura me të. Gjithashtu, hudhra ju mban ju larg infeksioneve, kërpudhave, lythave dhe baktereve. Në rast se ju tashmë jeni viktimë e një prej këtyre infeksioneve, merrni një hudhër një herë në ditë dhe ju do të ndiheni shumë herë më mirë. Brenda pak ditësh, një sistemi imunitar i dobët është një dukuri tepër e zakonshme në ditët e sotme. Për shkak të rënies të sistemit imunitar, shpesh ndodhin edhe ftohjet, griprat, alergjitë dhe njëkohësisht sëmundjet serioze. Kur sistemi imunitar është i fortë, ai është në gjendje t'ju mbrojë. Hudhra ju jep fuqi. Një tas me hudhër ka 12 mg kalium, 5 mg kalcium dhe 100 g komponime squfuri. Është gjithashtu e dobishme për mushkrit. Kjo do t'ju ndihmojë në parandalimin dhe në trajtimin e shumë sëmundjeve, sidomos të frymëmarrjes. Mundet që të parandalojë edhe inflamimin e mushkrive, bronkitin, kollon dhe gjithashtu problemet tuaja me frymëmarrjen. Hudhra është një ndër produktet më të thjeshta, por me përfitime të pabesueshme për shëndetin. Hudhra stimulon sistemin imunitar dhe normalizon florën e barkut. Hudhra është një antibiotik i fuqishëm natyror, i cili me të vërtetë punon. Hudhra vret një numër shumë të madh të baktereve të ndryshme. Hudhra gjithashtu përdoret gjerësisht në popullin dhe në mjekësinë tradicionale për trajtimin e shumë sëmundjeve. Hudhra gjithashtu është përdorur edhe nga qytetërimet e lashta dhe shumë kultura të tjera. Të dhënat gjithashtu më të hershme të njohura tregojnë se hudhra është një pjesë shumë e rëndësishme e dietës ditore të këtyre fiseve. A i dini se ngrënia e një thelpi hudhër në mëngjes me stomakun bosh është me të vërtetë efektive në parandalimin dhe gjithashtu në trajtimin e shumë sëmundjeve. Shkencëtarët kanë zbuluar se kur ju konsumoni hudhër me stomakun bosh, ajo vetëm do të rrisë fuqinë e saj duke e bërë një antibiotik jashtëzakonisht të fuqishëm natyror. Kjo ndodh sepse bakteret tashmë janë njëkohësisht të dukshme dhe nuk munden që të mbrohen nga fuqia e tij. Përdorni hudhër në vend të antibiotikëve. Hudhra gjithashtu përbëhet nga azoti, natriumi, kaliumi, gjithashtu seleniumi dhe vitamina C, D, B, fitosterole, ekstrakte dhe vajra esencial, acidi fosforik dhe gjithashtu silik dhe sulfuri. Përveç kësaj, hudhra është e pasur me fitokondon të tillë si alicin, e cila është formuar nga shkatërrimi mekanik të bimëve, në fakt duke shtypur ose bluarja një thelpi hudhër. Sipas disa studimeve, alicin ka një efekt të fortë bakteriostatik që ndihmon në trajtimin e shpejtë të infeksioneve.
Hudra gjithashtu mundet që të përdoret kundër infeksioneve korpudhore, gjë që e bën hudrën të jetë një ilaç shumë i dobishëm për shumë antibiotik modern. Hudra është pikërisht një ilaç nga natyra. Hudra përmban më shumë se 400 përbërës mineral të ndryshëm, duke përfshirë këtu shumë antioksidantë të cilët kanë një numër të pronave pozitive terapeutike. Mirëpo cilat janë përfitimet e shëndetit nga hudra? Hudra parandalon plakjen dhe gjithashtu përqendrohet në arteriet tuaja kryesore dhe periferike. Hudra gjithashtu zvogëlon nivelin e kolesterolit të keq në gjak. Është shumë e rëndësishme të dimë se hudra forcon sistemin imunitar, duke rritur kështu aftësinë e trupit për të mbrojtur veten nga ndikimet e dëmshme natyrore. Hudra gjithashtu shkatëron një numër të madh të baktereve të ndryshme. Hudra ndihmon në mbrojtjen nga sëmundjet e zemrës, redukton sintezën e triglicerideve në mëlçi, e cila pengon zhvillimin e aterosklerozës. Hudra gjithashtu zvogëlon presionin e gjakut dhe ka veti antiinflamatore. Hudra është një antibiotik natyral dhe një ilaç efektiv kundër ftohjes. Hudra është e rekomandueshme që ta përdorni për çrregullimet e sistemit nervor. Hudra ndihmon në shkatërimin e qelizave të glioblastomës. Hudra vepron gjithashtu si një antikoagulant i cili hollon gjakun dhe parandalon formimin e mpiksjeve të gjakut. Mbron në dhëmbët e shëndetshëm. Ulumtimet kanë treguar se hudra është një trajtim alternativ për sa i përket inflamacionit të mishrave të dhëmbëve. Hudra ka veti antibakteriale, antivirale dhe antikërpudhore. Vetit antiplakje. Sipas ulumtimeve, hudrat janë efektive kundër plakjes. Ne rritemi dhe bëhemi të moshuar sepse trupat tanë shndërrojnë ushqimin dhe oksigjenin në energji. Sidoqoftë, ndonjëherë trupi ynë do të jetë paksa entuziast me këtë proces dhe do të shkatërrojë të gjitha qelizat e tjera në proces. Nga ana tjetër, lëkura jonë bëhet më e butë dhe truri ynë bëhet më i ngadalt. Kjo është edhe pasoja e stresit oksidativ. Në këtë raste, hudra mundet që të jetë një shtesë tepër e dobishme për dietën tuaj. Era e saj bën që trupi juaj të rrisë prodhimin e substancave në gjak, të cilat shkojnë kundër oksidimit tepër entuziast të qelizave në trupin tuaj. Këto substanca njihen gjithashtu si antioksidues. Në këtë mënyrë, hudra ndihmon në ngadalësimin e shenjave fizike të plakjes. Hudra ju bën më tërheqës. Kjo mund të jetë në kundërshtim me instiktet tuaja, por është e vërtetë. Sigurisht të gjithë e dim efektin që hudra ka në frymëmarrjen tonë. Por, a e dini se aroma e trupit tuaj ndikohet edhe nga perimet? Kërkimet për vitin 2016 kanë treguar që ndikimi i hudrës në erën tuaj trupore në të vërtetë është kryesisht pozitiv. Pjesëmarrësit në një test të nuhatjes përshkruan aromat e njerëzve që kishin ngrënë hudër si më pak intensive dhe më tërheqëse. Kjo mundet që të jetë gjithashtu për shkak të vetive antimikrobike të hudrës. Bakteret që shkaktojnë erën e keqe të djersës zvogëlohen kur hani hudra. Jini të vetëdijshëm. Kjo gjithashtu funksionon më mirë kur ju hani një hudër para takimit tuaj. Hudra e freskët forcon sistemin imunitar. Fakti që hudra mundet të kontribojë në shëndetin ton është e ditur prej kohësh. Hudra ka qenë e njohur për shekuj me radhë që ka veti të veprojnë kundër baktereve, viruseve dhe kërpudhave. Për forcimin e sistemit imunitar, duhet që të hani hudër të papërpunuar. Kur prisni ose shtypni hudrën, ajo çliron alicin. Kjo substancë ka shumë përfitime për shëndetin tuaj, por me gatimin e saj, ju do të humbisni shumicën dërmuese të alicinës. Nëse doni të dëgjoni videot tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në videot tona
Nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato, faleminderit që e patë videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.